Sigurisht që Krishti është dielli i vërtet, ai që është në rit. Rrezet e tij dëpërtojnë gjithkund, hynë gjithkund. Ai ngushton edhe të premton jetën, premton gjallënin, të premton të vërtetën, ngushëllimin dhe përjetësinë. Por se realisht me e thonë, Shën Francesco i Asisit, një ky person ka kënë një prej rrezeve të Krishtit, një rreze e pranisë e Krishtit në një këtë botë. Ai nuk ka kërku ngushëllim për veti, por ka ngushëllu tjertë. Ai nuk ka kërku me pas paqe për veti, por ka shkaktu paqe në zemrat e tjerëve. Shën Francesco, një ky shejt i madh dhe i jashtëzakonshëm, ka kënë premen burim dashnije, që i ka qu tjertë të Krishti, që i ka bo njerëzit më taku me Krishtin, që ka ndërtuat forcën e asoj kishë, të asoj bashkësie që është të thirrur më ndërtu në Krishtin, e që ka ndërtohet në Krishtin, mbetet e gjallë gjithmonë, mbetet e amshushme, mbetet e përjetshme.